prej ku ka njësë kjo lidhshmëri është në vitin 1998. Një mjek në Angli ka bën një ullumtim me një 12 fëmijë dhe që quhet as ullumtim se me 12 dhe pastaj me një herë është bë ullumtimi tjetër është vërtet që ka qenë i gabuar dhe mjekut i cili ka bë këtë ullumtim është marrë licenca, s'është leju me punu mo. Po, me të drejtë. Që përveç njerëzve që flasin, edhe mjekët kanë shumë, do të me pas integritet profesional, nuk guzojnë me anë deklarate se kom dëgju që ka dhe mjek që dojnë mësë gudni me i marë, të ti po 2 vjetë fëmijat flet, ajo është totalisht dhe më papërgjithësi profesionale. Që ose një punëtor shëndetësor deklaron që nuk do të me marë vaksinen para se i po 2 vjetë, ajo është gabim. Jo profesional. Ajo do të me mbindi dhe mu si infektolog se që po, e ke gabim ti, se unë e kom gjetë qitë hullumtim që e thënë këtë qështje. Prandaj ne, qëllimi ynë është këtë fushat, ne bin njerëzit që ne jem për të mirën tatë. Në qoftë se del një rekomandim shëndetësor i cili konstaton që nuk është mirë me marrë vaksinë, na sigurisht që kemi përgrat konstatim. Por deri sot nuk ka asnjë konstatim tillë dhe ne do të bëjmë një fushat dhe qëllimi ynë është që mi njoftu sa më shumë për një milion tutum. Ne kemi për obligim çdo kush që bën deklarata pa matura ose jo profesionale, ne si punëtor shëndetësor, jo me neglizhu, po duhet me fol për to. Me anë nuk pajtohemi, nuk e ka drejt dhe realisht me dalë me kontrvy me dhëna shkencore.